Të pëlqen kur të thonë Mike Tyson i shqiptar? Më pyesin sa herë, më pyesin a shumë, më pëlqen se unë kam pas Mike Tyson, Ta ngjitën Nofkën në Gjermani apo jo? Në Gjermani, unë nga që unë kur ndeshë, nga që ishe shkurtën me kundërshtarët e mi, më i shkurtën, edhe kur ndeshë fuqinë e grushtit dhe kisha shumë të fortë, edhe më boshë mu, Mike, më thjeshin, edhe ngeli sloganin. Beti Mike. Po, Mike. Edhe më pyesin nga jetë, ti ka ndru emrin, a? Jo, mos e ka ndru emrin, se emrin që ta në ka. Fitoret e tua janë të shumta, por po përmend disa. 4 herë kampion i Gjermanisë në kickbox apo jo? Kampion e Europe në kickbox në vitin 2007. Dhe ke përfaqësuar për herë të parë Shqipërinë në Thai box, ku zure dhe vendin e tretë në Bangkok. Po, në Tajland, po. Dhe 4 herë kampion e Europe në boks dhe 2018 natyrisht titulli i madh kampion bote. Çfarë ndjesie ishe kur përfaqësove Shqipërinë për herë të parë? Se më kujtua kur the në Greqi zguxoje të thoshe pra të ndeshësh në ringe dhe të ngrijes flamurin shqiptar. Unë të them drejtën edhe më fjalë, unë që fëmijë kur ishim, babi im, ku ishim me babin në Maltë ose kështu, e këto të këngën e Saboletinit, edhe e ndjesha gjithmonë atë pjesën e krenarisë edhe patriotizmit, edhe të parit e mi gjithmonë kanë luftu për atë dhe, kanë danë për atë dhe, gjyshit e mi. Edhe unë në atë shtypjen që ndjesha në Greqi, që ka pas rasti që kisha në telefon në flamurin shqiptar, ma kanë thy telefonin. Më kanë thënë që hiqet edhe bluzën rrugë që e kam pas me flamurin shqiptar, që ndjesha veten superior. Pra nuk të lejonin asnjë simbol. Po, nuk të lejonin. Edhe kur shkova në Bangkok me Ismailin, ishte një ndjesi që ndryshe, ishte ndryshe për Shqipërinë. Edhe herë e parë që merrte pjesë Shqipëria në Tajland, edhe unë isha vetëm sportist. Nga Shqipëria? Patjetër që dola me sukses. Ishte një përgjegjësi e madhe për mua, ndjenë shumë e bukur, ne dy vëllezërit me flamurin shqiptar, shumë gjë e madhe për mua. Çdo ndeshje jam e sigurt ka emocionet e veta. Po a ka një ndeshje që, si me thënë, mund të jetë ndeshja më e rëndësishme? Nuk flas vetëm për çështje titujsh, se natyrisht titulli më i rëndësishëm më i madh është ai i kampionit botës. Ndeshja në Bulqiz ka qenë shumë e rëndësishme, mbase më e rëndësishme. Ja ke thënë o fitoj o vdes. Po. Pse? E mendosha që fëmijë që thoshon dikur të vi, dikur të bëj këtu. E kisha si ëndër që kisha menduar edhe erdhi koha që ta bëj realitet. Isha i palodhshëm. Po ishte një ngarkesë e madhe për mua, se thosha me bëm unë me më shku keq ndeshja, për mua nuk ka më. Unë kisha një ngarkesë mbi shpatë ma shumë. Atë thosha o fitore, ose po më thosha do hyp makinës, do nisem për Shkodër dhe kthehem në Shqipëri, nuk kthehem kurrë. E kisha qëllim. Edhe kjo ka qenë ndeshja që unë kam pas ngarkesë më të madhe, o fitore, o nuk ishte gjatë tjetër për mua. Se folëm shumë për sportin edhe harruam dashurinë, more Gjetan, dashurinë. Dashurinë dhe e kam fjalën për bashkëshorten tënde, se di që kjo historia e njohjes tuaj është pak e veçantë. Nuk e qenë ti i pari që e ke parë. Ka qenë mami apo jo? Ashtu është. E ka parë në një dasëm. Po. Mami ka parë në dasëm aty. I pëlqeu? I ka pëlqyer. Ta shikojmë tash. Se nuk i dihet asnjë se si mund të jetë. E rrallë kjo që ta vendosi vjera e para, apo pas ka pas të drejtë, more, i pas ka rënë në kokë, more. Pas ka rënë në kokë. Thotë, Doriana thotë, mami thotë atë natë kur më shifte mu, ishte duke urzu nga karrikja. Ty të pëlqeu kur që në takimin e parë? Patjetër, po. Po. Se Doriana na ka tregu për shembull që në fillim ishte nis për jo. Po pastaj sigur ju ndryshu mendja rrugës. Në pak shumë thotë e mua, sikur ju, kur në taku me mua është nisë për jo, por... Po si ja ndryshove mendjen? Si ja fitove zemrën? Duke qeshër, më thotë mu. Duke qesh? Duke qeshër, thotë. Kuptohet. E ka pasur të vështirë, Doriana, këtë profesionin tënë? Nuk e di, a ka ardhur ndonjëherë të të shohë në ndeshje? Po, në fillim, besoj që ka qenë krenare që ja i fejuar im, është dikush i vinte, më shikonte,
Edhe mu m'jep të motivim. M'jep të forcë. Po, m'jep të forcë, motivimi fjalë që unë t'jem më i fortë, kam diko që ishte ndryshe. Po. Kupton se në disa ndeshje që ishte ajo aty ishte ndryshe. Pra po thua që kur Doriana ishte aty në ndeshjet, po, ishte më i fortë dhe dili më mirë. Më ndryshe, e kupton. Se më kujtua ajo skena te Rocky Balboa. Adriana! Unë s'kam nuk e kam thonë këtë pjesë. Nuk e ke thirrë ndonjëherë emrin. Nuk kam thirrë. E po duhet ta bësh Gjetan, duhet ta bësh. Jam e sigurt që Dorianës do t'i bëj qefi shumë të vërtisje një herë Doriana. Po. Ke dalë ndonjëherë mbasi ke përfunduar edhe ku diun, ke dalë direkt nga ringu ta përqafosh? Është futur në ring. Është futur Doriana në ring. Patjetër. Ah, sa bukur. Po, edhe bile edhe herë ka qenë dhe herë ku ka qenë ishim martuar atëherës, edhe ishte shtatzan që priçim gocën, që priçim të udhën. Edhe në ring ka futur. Dhe sot keni 2 yje, Teutën dhe Glaukun. Glauku është 4 vjeç apo? 4 vjeç, që me sa di dëgjon për dita të këngën që të shkështuar ty, o Gjetan ti e kampion. Po. Dhe dëshira, siç na ka thënë Doriana, dëshira e Glaukut çdo darkë kur bie në gjumë është, a do jetë babi nesër në mëngjes në shtëpi, ë? Shumë e vërtetë, po. Shumë, jam shumë i lidhur me të. Goca ka karakterin e Dorianës, është i çik me tërhequr kështu, edhe më e madhe, kurse Glauku është shumë i lidhur me mua. Mos më thuaj që po e projekton për boks, Glaukun. E ka shumë dëshirë, nuk tani do të. Ti vetë do dëshiron që ai të bëhet bokser? A e do? Patjetër që po ta doja, ai e dua. Shiko, unë nuk e di nëse Glauku do bëhet apo jo boksier, po kur e mori vesh që babi do jetë sot te se luan topi, tha, unë dua ta përshëndes babin, tha. Ja dëgjoj pak. Glauk, cila është kënga jote preferuar, ma? Gjetan kampion. Do ta këndosh pak? Po. Gjetan i kampion, Gjetan kampion, hej, sa je kën, Gjetan kampion, hej. Babi të dua shumë. Babi të dua shumë. Tani se jam në Shqipëri, jam dhe pa fëmijët, se duhet që goca ta mbarojë këtë semestër dhe të fillojë tani shkollën në Shqipëri. Edhe të ka marrë malli. Edhe në marrë malli patjetër shumë, edhe ata i marrë malli shumë për mua të dy. Edhe janë edhe motiv për mua shumë, janë dhe krenari për mua, për të e drejtë. A që i vështirë ky vendim? Sidomos për të shkëput nga Ismaili, që ka qenë krau jot i djathtë,